Ju përshëndes, mirë se erdhët. Do të flasim ditën e sotme për tregun e pasurive të paluajtshme, duke e ndarë në 3 momente. Pikërisht, ajo çfarë do të trajtojmë në fillim, do të jetë një bilanc se si ka qenë ecuria për vitin 2025. Pra sa transaksione janë kryer, cilat janë edhe pritshmërit në raport me transaksionet e kryera, ndërsa në pjesën tjetër do të ndalemi pak tek 2026, çfarë pritet të sjellë, duke qenë se ka një nismë shumë të rëndësishme, siç është rivlerësimi i pasurive të paluajtshme përkundrejt një detyrimi tatimor të reduktuar 5%, mënyra se si do të bëhet dhe si do të impaktojnë në treg, dhe së treti për digitalizimin e kadastrës. Një projekt për cilin është diskutuar që për vitit 2020, ende nuk është përfunduar, megjithatë ajo çfarë qeveria është zotuar, është pikërisht fakti që në 2026 digitalizimi do të ketë përfunduar. Si do ta ndihmojë kjo tregun e pasurive të paluajtshme? Për gjitha këto do të flasim sot. Kam kënaqësinë që të kem në studio Rinaldo Pipiria, drejtori ekzekutiv i Narea. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi edhe për ne, si edhe Glen Bici, sipërmarrës, ekspert i pasurive të paluajtshme. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Nëse do të ndalemi në një vështrim të përgjithshëm mbi shifrat paraprake, se nuk janë të dhëna përfundimtare, të transaksioneve të kryera apo të realizuara për gjatë vitit 2025, në vijat të përgjithshme do të shohim që është një ecuri pozitive. Nuk di si e konsideroni ju, pra mbi 17.000 transaksione të realizuara, të paktën ajo çfarë të dhëna deri më tani, diktojnë për në këtë nivel transaksione të kryera, pa përfshirë ato të cilat janë me kontratë, por si edhe trojet. Pa përfshirë, pra 17.000 duhet të jetë deri në fund të nëntor 2025-s, pra duhet të jetë, ka dhe pak më tepër dhjetori. Megjithatë, në total, nëse marrim parasysh përbërjen, nuk kemi kontratat e tokës, shitblerja e tokës, e tokave, dhe nuk kemi dhe kontratat e porosisë, për shkak se fatkeqësisht kontratat e porosisë vazhdon trajtohen në një regjistër të përkohshëm, të posaçëm, që është vështirë për të përpunuar shifrat. Nëse e marrim krahasuar me 2024-ën, kjo si shifër, këto si përbërje, janë diku tek 30% më pak se sa 2024 si numër transaksionesh, pra për të njëjtën periudhë janë 13.350 transaksione, pra do thotë që tregu është më ulët se çka qenë në 2024 për këtë produkt, pra për njësitë, është ngjashëm me 2023-shin, dhe patjetër që është më pak se sa 2022 kur flasim për pjesën e kohës së rivlerësimit që kanë qenë, sepse në 2023-shin kanë qenë, në 2022-shin ka qenë diku te 22-23.000. Pra shikon që periudha e rivlerësimit ka qenë shumë më mirë, pra ka qenë diku tek 23-25% më tepër për të njëjtën periudhë në 2022-shin krahasuar me 2025-ën. Si përbërje, mesatarisht në 2022, 2023, 2024, pak në këto 3 vite, shikojmë që ky komponent, pra kontratat për titullet e pronësisë që kanë njësi, po themi, që janë 17.000 që po flasim aktualisht, zë diku tek 50% në vitet ku nuk ka rivlerësim, pra po shikonim është diku tek 35.000 ka qenë në 2023-shin, rreth 31.000 kanë qenë në 2024, pra komplet, po themi, për gjithë vitin. Kështu që nëse ndjekim të njëjtën vijë logjike, deri në fund 2025 si total do të kemi 34.000 transaksione, nga të cilat 17.000, 18.000 janë titull pronësie për njësi, pra për banesa, për garazhe, për njësi tregtare, dhe pjesa tjetër është pjesa e tokës edhe kontrata porosive. Kështu që në total tregu është njësoj, pavarësisht se shifrat luhaten, po themi e tregojmë që ky vit nuk ka qenë as mirë sa 2022-shi dhe sa 2023-shi. Në total tregu pak a shumë është njësoj, por ka pasur një zhvendosje të produkti nga produkti i ndërtesave gati me certifikat pronësie tek produkti i ndërtesave të reja. Pse? Sepse produkti i ndërtesave gati nuk ka. Nuk ka, në kuptim kur themi nuk ka, sepse me certifikat pronësie ka pak, për shkak se të gjithë kanë qenë në pritje për 2 vite me radhë për të ndodhur procesi i rivlerësimit, dhe nuk kanë qenë të incentivuar për të nxjerrë në treg përshqitur, sepse kanë thënë do presim në momentin që do bëhet rivlerësimi, do kursejmë nga taksa dhe do e nxjerrim në treg. Për këtë arsye ne gjithmonë për një vit me radhë kemi nxjerrë si shqetësim në treg. Ndikon edhe shkalla informaliteti. Nuk mund ta them që këta që kanë bler, raport me ndërtimet e pa legalizuara flas. Po jo domosdoshmëri, nuk mund të them që të gjitha që kanë bler produkt në ndërtim, pra ndërtim i ri, kanë qenë informal. Jo, nuk do të thotë të gjithë. Thjesht nuk e kemi si shifër, sepse është
gabimisht në një regjistër. E kisha për volumin, jo për faktin... Nuk di, atë që flasim sot janë shifra që ne dim, që në vite që ka pasur rivlerësim, kjo pjesë e produkti, pra ky produkt me certifikat pronësie, për shkak të një tatimi nga 15 në 3%, ka zënë pjesën më të madhe transaksioneve. Pra, në mesatari zë 60-70% të gjithë volumit transaksioneve të një viti, në momentin që ka rivlerësim, në vite që nuk ka rivlerësim, si që ishe 2023, 2024 dhe kjo që kemi aktualisht, zë 50% ose më pak se sa 50%, sepse nuk e dim pjesën tjetër se sa është, pra na dhe themi diku tek 50%. Në një gjykim, pra, bëre një analizë asaj çfarë ka ndodhur, duke e krahasuar edhe me vitet e mparshme, por si njohës i tregut të pasurive të palueshme, duke marë parasysh këtu që njihni edhe dinamikat që ka tregu në mënyrë të vazhdueshme. Si e vlerësoni këtë performancë, le të themi? Ky vit ka qenë ngjashëm me 2024, nuk ka qenë viti më i mirë i real estate, vitet më të mira të real estate. Edhe pse jemi me 35.000 transaksione, thuajse 34.000 transaksione? Por prap, kur them viti më i mirë për ne, po themi ndërmjetësi pasuri palueshme, gjithmonë e krahasojmë me ndërmjetësimin që ne kryejmë me pjesën e rishitjes, pra me produktin që vjen nga rishitja. Megjithatë, edhe 34-35.000 e thjesht po bëjmë një supozim duke mos ditur se sa janë shitjet nga kontratat e porosive, asa shitja tokës. Por, 2 vitet me radhë, 2024-2025 kanë qenë të ngadalta. Sidomos të ngadalta nga muaj maj, prill, pra gjysma e dytë e vitit kanë qenë shumë të ngadalta për shkak të lajmeve që kanë dalë për rivlerësimin dhe shtyrje shumë në kohë. Pra ne them nuk kanë qenë vitet më të mira. Vitet më të mira të real estate, nëse flasim nga tërmeti, po themi nga 2019 dhe këtej, kanë qenë 2020, 2021, 2022. Këto kanë qenë vite shumë të mira për shkak të një politike fiskale që ka qenë lehtësuese dhe të gjithë kanë pasur mundësi të tregtojnë pasurinë, sepse në fund ditës e kanë paguar me 3% pjesën e fitimit dhe jo me 15%. Mirë, këtu dalim edhe tek impakti që do ja për rivlerësimi. Megjithatë, politikat lehtësuese fiskale në 2022-shin, 2023-shin kanë sjellë një performancë më të mirë, ndërsa 2024-2025 lundrojnë në të njëjtat ujëra, pra janë njësoj nëse do të shohim në raport me shifrat, edhe për shkak të faktit që ka pasur ai lajmi që doli që në 2024 me një nisëm ligjore nga një deputete e Partisë Socialiste, i trazoi pak ujërat, në kuptimin që ndikoi në numrin e transaksioneve të kryera, duke qenë se qytetarët prireshin që të gjenin një moment më oportun, dhe ky moment do të ishte pas rivlerësimit. Dhe ti po flet për transaksionet e apartamenteve pronave me certifikata pronësie këtu. E të cilat janë penguar për 2 vite dhe do lëshohen tani në 2026. Pra 2026, sipas analogjisë dhe analizës që bëri Naldo pak më përpara, do thotë që do jetë në nivelin e 2022-shit mbas edhe më mirë se 2022-shi. Sepse kanë pritur për 2 vite e gjysmë njerëzit për të mos kryer transaksionin. Dhe ne kemi në përzyra rastet të klientëve të cilët ose bëjnë një kontratë premtim shitje ose një kontratë kapari dhe presin që të vijë rivlerësimi për të bërë kontratën e shitjes. Pra, e lënë pezull qëllimisht për të pritur rivlerësimin. Sepse nuk është pak, është 15%. Të mendojmë që çmimet nga 2020 deri sot, kudo në Shqipëri, po pjesën më të madhe ka Tirana, Durrësi, Vlora, pra qytetet kryesore, sidomos Tirana, minimalisht i ke me 30-35%, 20% rritje. Minimalisht. Ke edhe me 100% me 150% rritje në Tiranë sidomos. Edhe në Bregdet. Çka do të thotë taksa apo tatimi që të paguajë qytetari për këtë pronë, cilën e kishte bler apo e kishte në sistem me 500, 600, 700 euro metri katror, sot ta ketë minimumi të çmimit referencës ka shkuar 1200, 1300, 1400 dhe çmimi i tregut është 1700, 1800, 1900, 2000. Pra i bie që të paguaj minimumi 20-30.000 euro taksa. Pse ti paguaj këto 20.000? Thot ai me veten e vet. Pse ti paguaj këto 20-30.000 euro taksa, qofse unë kam mundësi të kursej duke pritur për të bërë rivlerësimin. Dhe kjo është arsyeja pse shumica e njerëzve kanë pritur. Por, siç e tha Rinaldo, mos harro që ke transaksione pafund që janë kryer me kontrata porosie, jo vetëm Tiranë, edhe në Bregdet, pasi këto 3-4 vitet e fundit, edhe Bregdeti ka filluar në projekte shumë të mira, të mëdha, të rregullta, serioze, të organizuara etj,
të cilat nuk janë të regjistruar dhe nuk janë tek ajo lista aty. Dhe nuk kemi vetëm klientë shqiptarë të Shqipërisë aty, por kemi të klientë huaj, të cilët nuk i ke tek ajo. Nuk janë tek kjo lista e 17.000, por janë tek listat shumatoria 34.000 transaksione. Po nëse mos biem në kursin e shifrave, edhe për 34-35, vetë një pjesë e kësaj 34-35, pra diferenca 17.000 me 34 më 35, një pjesë nga këto mund të jenë kontrata porosie të kryera në 2017, 2018, 2019, që kur kalojnë në procesin e dorëzimit, bëhet kalimi përfundimtar, kontrata shitës përfundimtar dhe ajo të rezulton si transakcion e bërë në atë vit. Brenda vitit, po. Ndërkohë që është një produkt, është një transakcion i ndodhur realisht 4-5 vite në momentin kur e ke bërë porosinë e apartamentit dhe tani ka ardhur momenti që ta marrësh, po them. Kjo ishte, ne kemi diskutuar se çfarë impakti do sjell kjo e ndalimit të shitjes me kontrata. Por nuk është që do ndalohet. Shka, ajo nuk është atëherë. Kryeministri doli në korrik kur ishte dhe bëri këtë deklaratën e tij që ndaloi etj. Për shumë arsye të shumë gjërave që po ndodhin në treg, shumë leve të mëdha që janë marrë nga investitorë ndërtues. Mos përmbushja fateve. S'kan mundësi, nuk i kanë respektuar, nuk i kanë zbardhur etj. Dhe realisht unë do kisha dëshirë në 2026, meqense do kemi një sasi shumë të madhe transaksionesh pra në nivelin e 2022-shit nga prona që janë me certifikata pronësie për arsye të vlerësimit që do kryen, do kisha dëshirë që realisht vendoseshin në ca rregulla edhe për këtë pjesë. Pra mund të ishte momenti oportun për të... Është moment fantastik për të mos e shkundur tregun. Pra për të ruajtur, do ketë një impakt rritje në transaksione me prona që janë me certifikata pronësie, dhe ndërkohë që mund të ketë një ulje nga ato që janë me kontrata porosie nëse bëhet ky zhvillimi, dhe do kishte një lloj vazhdimësie përsëri. Dhe uroj të bëhet, sepse kjo do sjell rregullimin e tregut, atë që ndodh realisht, ka ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve, do ta rregulloj edhe më tepër akoma. Nëse Narea thirret për diskutim edhe konsultohet me ju qeveria mbi këtë nismë, cili është qëndrimi që do të mbahet? Unë zbesoj që ka shumë shanse se në përgjithësi Ministria e Financave nuk ka qenë duke na thirrur rregullisht për konsultim, edhe kur I kemi dhënë super propozime prap sa ka dëgjuar, megjithatë e supozojmë që po na thret. Kjo do thotë që nuk ju e supozojmë që po na thret. Këshill për Ministrinë e Financave. Po, e supozojmë. Jemi edhe ne. Leti paraprim... E zëmë se ka një goodwill, ka një vullnet shumë të mirë në 2026-ën, praktikisht është e pamundur që të ndalohen kontratat e porosisë, sepse realisht nuk ndodh në vendet e Bashkimit Evropian, pra rasti që ne kemi sjell disa herë në vëmendje ka qenë rasti I Hollandës, ku nuk zbardhet leja e ndërtimit, nëse ti nuk ke 70% të ndërtesës të paraporositur, ose të paktën ke një shprehje interesi që kjo ndërtesë do të prodhohet, nuk do të rrinë bosh, por ka njerëz se cilët 70% minimumi, ka njerëz që do duan të jetojnë. Personalisht mendoj dhe ne disa herë kemi sjell në vëmendje përsëri që do të ishte shumë e udhës që nga momenti I emetimit të leje zhvillimore të mund të kuptonim shumë qartë të gjitha transaksionet që ndodhin, të gjitha porositë që ndodhin, dhe mendoj që në 2026 do të ecë në këtë drejtim, pra nuk do të ndalohen kontratat e porosisë, po flasim me atë që është më e mundshëm për të ndodhur realitetin, por do të rregullohet shumë procesi I nënshkrimit të kontratave porosisë nga momenti që del leja zhvillimore deri në momentin përfundimtar. Pra të gjitha lejet e ndërtimit ka një sipërmarrje aktualisht, ka një lëvizje që të gjitha lejet e ndërtimit automatikisht të shkojnë dhe të regjistrohen në ASHK. Dhe aty të mund të kuptosh... Ketë një regjistër, po, është një ndër reformat, reformat që do të ndërmerret. Me noterin dhe ASHK-n, pra është një nga reformat, paralelisht me noterin dhe ASHK-n, të shkojnë në mënyrë automatike. Dhe aty ne do të kuptojmë se sa kontrata porosie ka, cilat janë volumet që lëvizin dhe si është performanca e këtyre lejeve të ndërtimit. Në të njëjtën kohë, ne si Narea mendojmë që po të na thrisë Ministri I Financave, ne do të thoshim, okay, ne duam të dekurajojmë spekulimin dhe të inkurajojmë pronësinë afatgjat. Kështu që shkojmë në drejtimin jo për ndaluar kontratat e porosisë, por të ketë rregulla, çfarë ndodh me këtë kontratë porosie. Nëse ti e merr pronën, po themi në momentin që del leja e ndërtimit, ti e porosit dhe pa mbaruar leja e ndërtimit, ose brenda 5 vites ti e ke shitur dhe rishitur disa herë ti je spekulant, ty do të paguash taksa siç paguan në çdo vend të Bashkimit Evropian.
Pra nuk e ndalon, po e dekurajon spekulimin. Nëse ti e ke marrë, për shembull, disa nga vendet që ne kemi marrë për studim, që kemi porositur, ja kemi ky është një risk. dhënë si këshill Ministri i Financave. Në momentin që ti ke porositur një pronë në ndërtim e sipër, nëse ti e shet brenda 8 viteve, nga momenti që ka qenë në ndërtim e sipër, atëherë ti paguan një super taks. Nëse ti e shet pas 8 vitesh, do thotë që ti s'ke spekuluar, atëherë ti futesh në skemat e lehtësive fiskale. Nëse shet brenda 5 vjeçarit, po them brenda 8 viteve që ka qenë leje ndërtimit, po ti e ke porositur në mes leje ndërtimit. Nëse shet 5 vite nga momenti që ke porositur, atë prap ti del që je spekulant dhe ke taks. Pas 5 vitesh, ti nuk je duke spekuluar. Ajo çfarë Rinaldo po thotë është që nuk e ndalojmë, po e dekurajojmë. Por të shoqërohet me masa të cilat sepse nëse unë jam një qytetar, mirë funksionimin. Nëse unë jam një qytetar që kam nevojë për strihimin, atëherë unë kam mjaftueshëm produkt të gatshëm me certifikat pronësie që mund ta gjej në treg. Kuptohet me një barë fiskale të përkor. Unë që po porosis në grop, do thotë që me shumë mundësi e kam për investim këtë gjë. Nuk e kam laku në gryk, se po pres 5-7 vite për t'u streuar. Mund të themi të vërtetën. Jo, mund të jetë edhe një moment oportun për familjet të cilat duke qenë se çmimet në grop janë disi më të ulta në raport me çmimet. Po do thotë që ke kapitalin financiar. Nëse unë do të kishe kapitalin financiar, pse do prisja 8 vite për të sepse nesër flitet fjalë që ti nuk e merr as leje shfrytëzimi, pra pa marrë kolaudimin, lejen e shfrytëzimit dhe certifikatën. Vetëm në atë moment i ke mundësi të lidhësh po themi kontratën e dritave me OSHE-n dhe me UKT-n, po themi në rastin e Tiranës, dhe vetëm në atë moment i mund ta bësh të banueshme. Atëherë nëse unë kam këtë kapital, pse do të prisja 8 vite nëse unë kam nevojë strehohem? Me shumë mundësi në një pjesë të mirë, kontratet e porosisë. Familje të mëdha të cilat duhen shkojnë në këtë drejtim. Shkojnë në këtë drejtim. As me faktin që nëse rregullohet, pra ndërmerren masat e nevojshme, mund të funksionoj, pra mund të mos dalë, mos devijoj nga Kjo që kërkon Rinaldo ka shumë hallka dhe shumë faktorë që do të funksionojnë në mënyrë perfekte. Unë jam gati për bëje o e Glen? Dakor, po. Nuk është për t'i vënë kufizimin e tregut. Oke, mirë. Presim dhe 2030 atë. Është skeptik dhe pragmatist. Është çështja çfarë ne fitojmë nga që NB. Po le të mos i fuzemi kësaj teme. Kam frikë se do ja dalim dot nuk do. Të mendojmë tek analiza që bën Rinaldo. Kjo që bën Rinaldo është fantastike dhe kjo mbron atë klientin fundor dhe është shumë e mirë. Unë nuk mendoj për klientin fundor më tepër sa për sistemin, për strukturën. Ne sot kemi një sistem i lejeve zhvillimore, leje ndërtimit i cili nuk funksionon. Pra, çdo SHPK që mund të hapet sot, shkon dhe merr një leje ndërtimi nesër, nëse plotëson kushtet dhe kriteret, kuptohet, pa patur asnjë cent në llogari bankare dhe fillon dhe e nis procedurën, gjen para borxhe dhe me njerëz që bën para kontrate shitje për të paguar zbartjen e lejes dhe pastaj vazhdon me klerin komplet dhe mbaron pallatin dhe mbaron strukturën, projektin e tjerë. A është korrekte kjo? A sjell kjo siguri në sistem? A sjell kjo siguri në treg? A mund të krijojë ky precedent, pra kjo gjëja, ky vizioni, kjo filozofia e këtyre investitorëve? Nëse bëhen 10, 15, 20, 30 të tillë, në një moment që mund të ketë pak shkundje tregu, një precedent për të patur karabina pa fund nëpër Shqipëri, të cilat nuk përfundojnë, sepse këta kanë bërë kontrata porosie, kanë bërë kontrata sipërmarrje, kanë marrë para borxh, kanë tulluar projekte. Ky nuk është një fenomen i panjohur. Ne kemi kaluar. Prandaj, unë kam dëshirë që kjo Ministria e Financave, Kryeministria, institucionet shtetërore, të parandalojnë këtë gjë dhe duke parandaluar këtë në mënyrë indirekte ndihmojnë dhe atë klienti që blen apartamentin e vet parë, ndihmon atë investorin që është serioz, ndihmon më rëndësishmja fare strukturat investitore të huaja, të cilat të mund të vinë në Shqipëri dhe kanë një garanci, kanë një siguri dhe si e bëjnë këtë gjë. Por nuk është e vështirë. Unë përmend herën e kaluar që kam qenë këtu për një muaj e gjysmë, 2 muajsh, sistemin zviceran. Pra ti merr një lejë ndërtimi fantastike fare. Kur merr këtë lejë ndërtimit për këtë lejen zhvillimore, ti do paraqitesh plan e biznesit që ka ca numra, ka ca shifra, ka ca afate, ka ca kosto e tjerë. E paraqit të gjë atje për të gjithë planin e investimit për gjithë strukturën. Dhe pastaj, kur të shkosh për të zbardhur, institucioni përkat që bëj zbardhje mund të jetë KKT-ja, mund të jetë bashkit, mund të jetë kudo ku do të aplikosh, duhet të ketë nga ti apo nga grupi yt i investitorëve, bashkëpunëtorëve tu, një cop letër, një shkres që vërteton që ose i ke fondet të gjitha llogari bankare të bllokuara për atë projekt,
ose ke mbështetjen e një institucioni financiar apo disa institucione financiare apo disa grupe investitorësh për të ndihmuar për të mbështetur për atë projekt. Dhe hap vetëm një llogari bankare te një bankë, zgjidhet ti ku duash, dhe ajo llogaria bankare do përdoret vetëm për atë projekt dhe vetëm për të hyrat dhe dalat e projektit. Dhe pra një ti si investitor nuk e për të prekur investitorin, po jo vetëm, mbron shtetin. serioz. Mbron shtetin. Mbron porositin. Mbron porosin, mbron klienti fundor, mbron investitorët e huaj, krijon siguri ka afatet. Sot merren lejet për 3 vite dhe vetëm shtyhen 3, 6, 9, 10. Nuk kam leje për 3 vite, për 5 dhe në 7. Dakor pra, po edhe kur merren lejet e vogla, nuk u flas për lejet e mëdha. Dhe të gjitha shtyhen me afate. Kjo çfarë do bënte? Kjo do bënte që nuk të intereson ty ta marrësh atë lejen për 7 vite, 8 vite se të presësh, haj po vjen dikush të blej që unë të kem mundësi të paguaj tullat, të paguaj betonin, të paguaj etj. Në kushtet e një mungese likuiditeti. Atje gjendje. Dhe këto para arrin aty të bllokuara vetëm për atë projekt. Nuk ke mundësi ti marrësh për atë që merr nga klientët për t'i çuar te një projekt tjetër siç ndodhen në Shqipëri. Dhe në fund fare, mbasi ti merr certifikatin e pronësisë, mbasi ke të gjithë strukturës, mbasi ke likuiduar të gjithë investitorët, mbasi ke likuiduar kreditorët, bankat apo çfarë ke, atëherë çat ngelin janë tuat. Vetëm atëherë. Glend, me këtë analizë kam përshtypjen dhe Rinaldo ndryshoi mendje tash. Jo, erdhi te versioni europian. Erdhi te versioni europian atë që unë thash me Hollandën që 70%, pra praktikisht 70% i ke të porositura dhe vetëm në atë moment ju të zbardhet leja ndërtimi duke siguruar që kjo ndërtesë do të ndërtohet dhe nuk do të ri bosh. Të ardhura nga transaksionet. Po ke edhe garancinë që nuk do të ri bosh ndërtesa. Pra s'kush nuk ndërton me idenë që të presun derisa ta shes ose do të ri bosh kjo, po e kam të para porositur, pak a shumë domethënë. Nisë janë dy modele që funksionojnë në vendin e BE-s, ku e Glendi nuk është gati në vendin e BE-s. Janë dy modele që funksionojnë në Europë. Po, në Europë praktikisht në Zvicër edhe në Hollandë, por që duhet jemi gati ama që të kemi. A kemi ne sepse kjo do të risi dhe kosto, do të risi dhe me këto standarde në kuptimin që ti mbjetojnë kësaj vale dhe kësaj Unë mendoj që a kemi ndërtuesi me këto standarde, se mendoj që në moment që ti rregullon tregun, ti mund të gjesh investitor. Unë nuk mendoj që kemi gati një pjesë të ndërtuesve të ecim me këto rregulla, sepse po them masiviteti, patjetër që mund të kesh. Do ketë tregu ka për të patur dhe do ketë gjithmonë shkundje, do ketë njerëz që përfitojnë. Po flasim sot se ku, domethënë, unë bie dakord që ne mund të shkojmë në atë drejtim, po sot një pjesë duan përfitueshmërinë e shpejtë. Unë jam dakord që rregullimi i tregut do të skarcohet disa nga operatorët dhe do të parafroj investitorë serioz që duhet të vinë jashtë Shqipërisë. Po ne këtë duam. Duhet të vinë jashtë Shqipërisë. Le të ikin ca, s'ka problem. Dakor, mos po them gjë. Unë vetë këtu do qëndroj. Sepse po të ikin afrojë më shumë dhe të Europës, ose të bëhet Shqipëria një Zvicër e dytë. Si me është të mëdhenjë. Okej. Megjithatë, analizë dhe argumente që qëndrojnë. Edhe thash, edhe Rinaldo po lëkundet pak, edhe do i rishikoj. Unë kam blej me certifikat pronësie, kështu e sido që të jetë do vazhdoj të blej me certifikat. Tani sa i takon rivlerësimit, pavarësisht lobimit që ju patët, që nga momenti i parashtrimit të draftit, për t'i dhënë jetë kësaj nisme në 2026, qeveria u tregua e pa lëkundur sa i takon normës për kryerjen e rivlerësimit të pasurive të paluajtshme. Ju propozua 3, në mos gaboj, po, në rea. Edhe aktualisht është 5. Aktualisht është 5. Nis prej janarit të vitit të ardhshëm, dhe që do të ndihmoj tregun edhe në këtë situatë ku është, pra ku ka një disnivel dhe ka një hendek shumë të madh ndërmjet vlerës që janë sot pronat, banesat, me vlerën të cilët do të kishin në treg nëse vlerësimi i tyre do të bëhe me çmimet e referencës ose çmimet e tregut. Amortizimi do të jetë risi për 2026. Jo, po s'është i vërtet amortizimi, do të ketë amortizim. Nuk do të ketë njohje, ministri tha që do të edhe shkalla tatimore, pra 5% do të jetë më ullët, duke qenë se do të ndërmerret. Po s'është e vërtet. Nuk është e vërtet? Jo, nuk është e vërtet. Domethënë, po të marrim udhëzimin e 29, udhëzimin 34, nëse s'jam gabim, i datës 29 dhjetor të 2023-shit, nuk është e vërtet. Amortizimi jo 2023-shin, diskutimet para miratimit në parlament. Po i referohesh pra, atëherë po të shikojmë të ndjekim seancën e fundit të Komisionit të Ekonomisë kur flitet për rivlerësimin. Me prezencën e stafit nga Ministri i Financave, gjatë gjithë kohës i referohen në udhëzimin të 29 dhjetorit të 2023 që ka hyrë në fuqi
në 1 janar të 2024 pra të njëjtit udhëzim dhe nëse hapim këtë udhëzim e shikojmë që 1% amortizim është i aplikueshëm në ato raste kur prona që je duke futur në tregtim apo në proces rivlerësimi nuk e arrin çmimin e referencës. Pra praktikisht nëse prona jote është 20 vite e vjetër apo 30 vite e vjetër. Nëse prona juaj është 30 vite, ti mund të përfitosh 30% ulje, pra mund ta tregtosh 30% më pak se sa çmimi i referencës. Dhe mos tatohesh për drejtë referencë. Po pra, mos të tatohesh. Kjo është favori, mund ta tregtosh, quhet e lishëm dhe ti nuk tatohesh. Pra nëse ke bler 50.000 edhe shkon 150.000 me çmim referencë, por prona juaj është 30 vite e vjetër dhe nuk e arrin 150.000-shën, po arrin 110.000-shën, ti e tregton për 110.000 dhe ti tatohesh 110 minus 50 tatohesh për 60.000 euro. Në vend që të tatohesh për 100.000 euro, 50 dhe 150. Por sot realiteti është që sistemi i çmimeve të referencave nuk është në përputhje me realitetin. Pra ti e përdor këtë 1% në një moment kur prona juaj është e vjetër dhe nuk arrin çmimin e referencës. Por vetë çmimi i referencës sot është larg realitetit të tregut. Nuk është real. Kështu që shanset që prona juaj të jetë aq e vjetër sa mos të shkojë sa vlera e referencës janë të pakta, sepse vetë vlerat e referencës janë larg realitetit të tregut. Do të funksionojë kjo për kontratat e porosisë? Jo, nuk funksionon. Nuk e kanë pranuar atë propozimin e Nareas që të jetë 3% nuk e kanë pranuar. Propozimin e Nareas që të futen kontratet e porosisë nuk e kanë pranuar. Propozimin e Nareas që të futen prona të cilat janë me legalizim, pra ka një vendim legalizimi, nuk e kam pranuar. Edhe 1% nuk është real. Kemi për ta parë, nuk ka për të funksionuar 1% amortizim. Sepse nuk ka nga këto kategori që... Nuk ka nga këto kategori, ose janë shumë pak këto kategori që nuk kapin çmimin referencë. Dhe nuk din ta kërkojnë. E para nuk din ta kërkojnë. E zëmë se i edukuam. Shiko, po të shikojmë sot hartën e referencave në Shqipëri. Çfarë thuhet në dokumentin? Ja ta sqarojmë pak të pjesën kur do aplikohet 1%-shi. Për vjetërsinë e moshën e godinës. Thuhet që për këto propozime përfaqësuesit e Ministrisë së Financave, pra ato çfarë ju parashtruat gjatë diskutimeve të draftit në komisionet parlamentare, u shprehen se bazuar në ligjin e ri për tatimin mbi të ardhurat, tashmë njihen norma amortizimit të pasurive të paluajtshme dhe kjo do të bëjë që realisht tatimi 5% nuk do të jetë realisht aq, por në varësi të vitit të ndërtimit të banesës, kjo normë mund të jetë 1.6, 2, 3 e në vijim. Po nuk është e vërtet. Këtë jam duke thënë që ajo deklarat në Komisionin e Ekonomisë nga Ministri i Financave nuk është e vërtet dhe nuk qëndron. Ose le të marrin të fillojnë fushat në 1 janar 2026 të edukojnë qytetarët se si funksionon ky 1% dhe si do të aplikohet. Nuk është një aplikim automatik. Nëse momenti që prona e kalon vlerën e referencës, nuk është një aplikim automatik. Ajo të bën punë në momentin që ti nuk arrin vlerën e referencës dhe të zbret. Sot, vetë çmimet e referencave janë 30% larg realitetit. Sot, një pjesë e mirë dhe me metodologjinë e re, që është kryer, nuk janë në realitet. Pse? Sepse vendimet e metodologjisë së re janë marrë mbi realitete të deformuara, mbi çmimet e deklaruara në ASHK. Që një pjesë e çmimeve deklaruara në ASHK për fatin e keq të ekonomisë informale që kemi ne, për shkak të 15%, ndoshta nuk janë në përputhje 100%. Dhe ndarja e zonave nuk është bërë me metodën që ne sugjeruam, që do të ishte më përshtatshme dhe më pranë realitetit, por vazhdon ndahen zonat e Shqipërisë me vija që një rrugë në një krah të majt ke një çmim, në krahun djathtë ke një çmim. Vet harta e referencave të Tiranës është gabim. E 2023-shit. E gushtit 2023-shit është gabim. Çmimi i referencës tek Bashkia e Tiranës është më i ulët se çmimi i referencës tek medreseja. Hapeni, shikoni zonat janë të ndara, e shikoni që te medreseja të kushtoka më tepër shtëpia se sa tek Bashkia e Tiranës. Pra, harta referenca, çmimet e referenca janë në mos përputhje me realitetin dhe jo më të ngresh një retorik që thua unë kam dhënë 1% që ti të shfrytëzosh këtë sistem. Kur ky sistem nuk bën, është i shtrembruar, si do bëj 1%? Si do përdor 1%? Pra në realitet shqiptarët do paguajnë 5%. Dhe të diferencës ndërmjet vlerës së pronës së regjistruar në kadastër me vlerën që do dalë pas rivlerësimit qoftë, se ka dy mënyra që do të bëhet rivlerësimi. 5%, po ka dy mënyra. 5% nga çmimi me cilin e kam bler pronën, me çmimin që do e vlerësojnë me ekspert, ose do të kenë të regjistruar në kadastër. Nëse duan ta vlerësojnë me vlerë tregu, atëherë do të marrin një vlerësues pasuri paluajtshme, do bëjnë studimin e tregut, thotë prona ime vlen kaq.
bashkë me raportin do aplikojnë ASHK që pronat të marrë atë vlerën në kartel. Nëse nuk duan të investojnë tek një vlerësues pasuri palueshme, do kem vlerën me çmimin e referencës që kadastra pastaj. çmimi i referencës sot është larg nga realiteti. Edhe për Tiranën është larg nga realiteti, sepse janë të vjetra. Do ta vijojmë bisedën dhe në pjesën tjetër, shkojmë në pak publicitet e rikthehemi sërish në studio.